KQZ-ja miraton modelin e fletës së votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fletën e votimit do të përfshihen të gjitha emrat e kandidatëve për deputet, qofshin ata në listë të mbyllur, por dhe në listë të hapur për të cilët mund të votohet. Në qarkun e Tiranës, fleta e votimit do të ketë 539 emra për 11 subjekte zgjedhore. Përmasat e fletës së votimit do të jenë 58.3 cm me 29.7 cm në të gjitha qarqet. Fleta e votimit është njësoj në kuptimin e madhësisë për të gjitha qarqet. Në Tiranë ka një densiteti më të madhe të emrave, por janë të lexueshëm. Po të ishin me front më të madh do të ishte edhe më mirë. Por duke vendosur racionalitetin e madhësisë së fletës së votimit me mundësinë e leximit të kandidatëve, raporti qëndron mirë në këtë fletë votimi që kemi përgatitur, tha Celibashi. Një ditë më parë, KQZ-ja hodhi shortin për renditjen e partive politike në fletën e votimit, ku Aleanca për Shqipërinë Madhështore u rendit e para, ndërsa socialistëve shorti u dha numrin 5. Renditja: Partia Demokratike Koalicioni për Shqipërinë Madhështore, në vend të dytë Lëvizja Bashk, në vend të tretë Lëvizja Dheu, në vend të 4 Koalicioni Euroatlantik, në vend të 5 Partia Socialiste, në vend të 6 Nisma Shqipëria Bëhet, në vend të 7 Partia Aleanca Shqiptare, në vend të 8 Aleanca Demokracia e Re, në vend të 9 Koalicioni Djathtas për Zhvillim, në vend të 10 Partia Mundësia dhe në vend të 11 PSD-ja.